Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin, sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit më shpërplotit. Falënderimet dhe të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës nga ndërtimi i mendjes që folëm herën e kaluar, do të kalojmë tek ndërtimi i vullnetit në karakterin e njeriut. Nëse fillimi është pastrimi dhe edukimi i shpirtit, më pas vjen ndërtimi i mendjes dhe çlirimi i njeriut nga mësimet e verbra dhe mashtruese, pas të dyja këtyre hapave vjen rikthimi i kuptimeve të sakta të gjërave. Dhe vjen më poshtë faza që i vën në provë të gjitha këto, i cili është vullneti. Çfarë ndodh pasi ta njoh njeriu të vërtetën? Çfarë ndodh pasi njeriu të shoh dhe ta kuptoj atë? Këtu fillon sprova e vërtetë, sepse njeriu qytetërues nuk është thjesht ai që di më shumë, por ai që është në gjendje ta shndrojë dijen e tij në qëndrim, vlerat e tij në sjellje dhe besimin e tij në vepër dhe ndërgjegjësimin e tij në përgjegjësi të madhe. Prandaj, projekti i ndërtimit të njeriut nuk ndalet te dija dhe te vlera, por kalon në zbatimin e dijes dhe vlerave në praktik. Kjo fazë mbështetet në dy hapa të pandashme. E para, që është lufta kundër vetvetes dhe ndalimi i asaj nga pasimi i epshit, dhe e dyta, përpjekja dhe veprimi, duke shndruar atë që kemi mësuar në ndikim real. Le të nisim me të parën që ka të bëjë me luftën kundër vetvetes dhe ndalimin e vetvetes nga pasimi i epshit. Gjëja e parë që e pengon njeriu ta shndrojë dijen në veprim është vetvetja. E çfarë nuk kuptojmë këtu? Pra janë dëshirat, janë epshet, janë frikrat, rehatia dhe interesat e tij në jetën e përditshme. Njeriu mund të arrijë e vërteta dhe përsëri të zgjedh atë që i përshtatet dëshirës së tij, sepse problemi nuk qëndron gjithmonë te mungesa e dijes, por te mungesa e vullnetit. Prandaj Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Ai ka parë atë që epshin e vet e ka marrë për Zot, dhe Allahu e ka humbur nga rruga, duke qenë se ai kishte dije, ajeti 23 i surës Gjathia. Mendo për shprehjen, duke qenë se kishte dije, thot Allahu i madhëruar. Një njeri mund të di, megjithatë devijon kur epshi i tij bëhet autoriteti që përcakton zgjedhjet e tij në jetë. Prandaj, në thelb, vullneti është aftësia e njeriu të thotë jo vetvetes në disa situata. Jo epshit, kur e thret drejt asaj që është më e lehta, ti thot jo dëshirës kur e çon drejt asaj që e dëmton atë, dhe ti thot jo zemërimit kur e shtyn drejt padrejtësisë. Ti thot jo interesit personal kur ai bie ndesh me të vërtetën. Për këto Allahu i madhëruar thot, Bismillahirrahmanirrahim. Por ai që i friksohet qëndrimit para Zotit të tij dhe ndalon veten nga epshi, me të vërtet, xheneti do të jetë vendbanimi i tij. Ajeti 40-41 i surës Naziat. Pra, vullneti nuk ka kuptimin që të bëj gjithçka që dëshiroj, por të kem fuqinë të mos bëj gjithçka që unë dëshiroj. Prandaj Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Ata që përpiqen dhe luftojnë për hirin tënd, ne me siguri do t'ju udhëzojmë në rrugët tona. Vërtet Allahu është më bamirësit. Ajeti 69 i surës Ankebut. Përpjekja është që njeriu të kalojë nga njohja e asaj që duhet të jetë, te aftësia për t'ia imponuar vetes atë që duhet të bëjë. Pika e dytë ishte përpjekja dhe veprimi. Lufta kundër vetvetes nuk është qëllimi i vetëm për njeriu. Ajo, pra lufta kundër vetvetes, përgatit njeriu për hapin e ardhshëm, që është përpjekja dhe veprimi. Vullneti të dashur dëgjues dhe shikues
që nuk shndrohet në lëvizje, mbetet vetëm qëllim, ndërsa dija që nuk shndrohet në vepër, mbetet veç se ide. Allahu i madhëruar thot: me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të kenë xhenetet e Firdeusit si vend banim. Ajeti 107 i surës Kahf. Në Kur'an përsëritet shumë herë shprehja ata që besuan dhe bën vepra të mira, duke theksuar kështu lidhjen e pandashme ndërmjet asaj që beson njeriu dhe asaj që ai bën dhe kryen në jetën e tij. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë dhe se njeriu nuk do të ketë tjetër veç se atë për të cilën është përpjekur, dhe se përpjekja e tij do të shihet. Ajeti 39 dhe 40 i surës Najm. Dhe gjithashtu në surën Saf, në ajetin 2 dhe 3 Allahu thot: o ju që besoni, përse thoni atë që nuk e bëni, është shumë e urryer tek Allahu të thoni atë që nuk e bëni. Pra këtu plotësohet trethi si: dija na njeh me të vërtetën, vlerat na përcaktojnë drejtimin, vullneti na shtyn drejt vlerave tona më të mëdha dhe veprimi e shndron vullnetin në realitet. Prandaj, ndërtimi i njeriut nuk do të thotë të krijojmë thjesht një njeri që din, as vetëm një njeri që është i mirë brenda vetes së tij, por ndërtimi i njeriut nënkupton formimin e një njeriu që është i aftë ta çojë atë që ka mësuar në botën reale dhe të lërë gjurmë në ta. Kështu ecën rrugtimi i ndërtimit. Pastrimi i shpirtit në kosti, si fillim, më pas është ndërtimi i mendjes, më pas korrigjojmë konceptet dhe më pas ndërtojmë vullnetin tonë. Dhe pasi kemi kryer të gjitha këto, vendosim dijen dhe vlerat tona në praktik. Dhe luftojmë kundër vetvetes për epshet e kota dhe për dëshirat e kota që nuk sjellin fitim në jetën tonë dhe më pas bëjmë përpjekje në jetë për të fituar atë që është më e mira dhe sidomos ne si besimtar musliman bëjmë përpjekje për të fituar dhe botën tjetër. Pra të dashur vëllezër dhe motra, kur zemra pastrohet, mendja sheh, kuptimi korrigjohet dhe vullneti forcohet. Atëherë njeriu fillon të kalojë nga një njeri që di dhe një njeri që vepron dhe nga një njeri që ndikohet nga realiteti te një njeri që është në gjendje të ndikojë mbi të dhe të ndryshojë atë realitet ku ai jeton. Pikërisht këtu fillon dhe qytetërimi. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, të mbështetemi në fjalën e Allahut xheleshanuhu, se fjala e Allahut xheleshanuhu ka ardhur jo si urdhër për ne për të kryer adhurime, por ka ardhur si një rregull për jetën tonë, që ne të marrim nga ajo fjalë e Zotit të gjithësisë dhe të përmirësojmë veten tonë, rrethin tonë shoqëror e të gjithë komunitetin ku ne jetojmë. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen e ndihmën e Allahut xheleshanuhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.